Ata që mbesin pas tre, një realitet i heshtur në rrugët tona. Në çdo qytet pas dritave, zhurmës dhe ritmit të shpejtë të jetës moderne, ekziston një realitet që shpesh anashkalohet. Janë njerëzit që mbesin pa shtëpi, pas tre dhe pa ndihmën e askujt. Ata flenë në stola, ulse, në nura, në hyrje pallatesh apo në ndërtesat e braktisura. Shumë prej nesh kalojnë pranë tyre çdo ditë, por pak ndalojnë për të parë më thellë historinë që fshihet pas atyre fytyrave të lodhura. Të mbetesh pas tre nuk është gjithmonë zgjedhje. Për shumicën është fundi një vargu ngjarjesh të dhimbjeve, dhimbshme si humja e punës, varfëria, prishja e familjes, sëmundjet mendore, varësitë apo mungesa e mbështetjes sociale. Një hap i gabuar, një krizë e papritur dhe jeta mund të ndryshojë përgjithmonë. Si fillon rruga drejt rrugës? Shumë nga këta njerëz kanë pasur dikur një jetë të zakonshme. Kanë pasur punë, familje, ëndra dhe plane për të ardhmen, por realiteti ekonomik i vështirë, papunësia dhe mungesa e sigurisë sociale i shtyn disa prej tyre drejt një rënje të ngadalt, por të pashmangshme. Për disa një smundje e rënd ose një aksident i papritur i ka lënë pa të ardhura. Për të tjerët ndarja familjare apo dhuna në familje i ka detyruar të largohen nga shtëpia. Ka dhe nga ata që vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, të cilët pa trajtim dhe përkujdesje përfundojnë të izoluar nga shoqëria. Kur humbet shtëpia, humbet më shumë se 4 mure, humbet ndjenja e sigurisë, dinjiteti dhe shpesh edhe shpresa. Rruga bëhet shtëpia e re, një vend i ashpër, ku çdo ditë është një betejë për mbijetesë. Jeta në rrugë. Jeta pas tre është e mbushur me rreziqe, të ftohtit në dimër, vapës përvoluese në verë, uria, smundjet dhe dhuna janë pjesë e përditshmërisë. Shumë prej tyre nuk kanë akses në ujë të pastër, ushqim të rregull apo kujdes shëndetësor. Përveç vështirësive fizike, barra më e rëndë është ajo psikologjike. Të ndihesh i padukshëm, i harruar dhe i përjashtuar nga shoqëria, lë gjurmë të thella. Shpesh njerëzit pas tre përballen me paragjykime dhe trajtohen si fajtor për gjendjen e tyre. Megjithatë, mes këtij realiteti të errët ka dhe histori njerëzore që tregojnë forcë dhe qëndresë. Ka nga ata që ndihmojnë njëri tjetrin, që ndajnë kafshatën e fundit apo që ruajnë ende shpresën se një ditë jeta mund të ndryshojë. Roli i shoqërisë dhe institucioneve. Problemi i njerëzve pas tre nuk është vetëm individual, por shoqëror. Ai reflekton mungesën e politikave sociale efektive, të strehimit emergjent dhe të shërbimeve mbështetëse. Ndihma shpesh vjen nga organizata bamirëse, vullnetar dhe individ të zakonshëm që zgjedhin të mos kthejnë kokën me njan. Stresat e përkohshme, kuzhinat sociale dhe programet e rehabilitimit janë hapa të rëndësishëm, por jo gjithmonë të mjaftueshëm. Pa një strategji afatgjatë, shumë prej këtyre njerëzve rikthehen sërish në rrugë. Shoqëria ka nevojë të shohë këta njerëz jo si numra apo problem, por si qenie njerëzore me histori dhimbje dhe potencial. Një fjalë e mirë, një ndihmë e vogël apo një mundësi pune mund të bëjnë ndryshimin. Një thirrje për ndërgjegjësim. Ky dokumentar është një thirrje për të reflektuar. Të gjithë mund të përfundojmë në një situatë të vështirë nëse rrethanat na dalin kundër. Empatia dhe solidariteti janë çelësi për një shoqëri me të drejtë. Të ndihmosh nuk do të thotë gjithmonë të japësh shumë. Ndonjëherë mjafton të dëgjosh, të respektosh dhe të mos gjykosh. Sepse pas çdo njeriu që flen në rrugë fshihet një histori që meriton të dëgjohet. Nëse duam një shoqëri më të pastërt dhe më humane, duhet të fillojmë duke mos lënë askënd pasdore. Duhet të kujdesemi, të japim dhe ne kontributin ton në shoqëri, se një ndihmë sadopak e vogël mund të bëj hapa të mëdhenj dhe të fuqishëm që t'u zgjidhet dhe këtyre kjo breng që i shoqëron.